miqë shokë folklorit nga vendi, nga Shqipëria, nga Kosova, nga diaspora, nga gjithë vendet troje tona, i përshëndesim drejt për drejt nga komuna të Arcës, ashtu tu fshati Dobrosht. E falenderojmë shumë pronorin Agan Hasan. Ashtu është edhe kamerat shumë folklorin dhe muzikën, edhe artistat, edhe sa herë këtu u kanë bajta henge, ka pas shumë mysafir, vizitor nga shumë vende, por sot edhe na jemi mysafir special ansambli i këngëve dhe i vallëve, Vallja e Dervenit Saraj. Unë si drejtor apo kryetar i ansamblit e falenderoj shumë Agan Hasan që neve na mikpriti, ashtu edhe pronari djali Fejsali, e përshëndesim, ishte me punë edhe na e përshëndesim drejt për drejt edhe atë kushëririn edhe gjithë familjen Hasani. Falenderit shumë që na jemi këtu në këtë restorant Kulla, kush ka konë edhe mendoj që ka konë shumë, por kush ka dëshirë mundet edhe t'i marrë telefonatët. Këtu unë që ka pash edhe kam pas shumë vende, por këtu ishin krejt traditat tona. T'i mledhin kontare, traditat tona vjetra, kishte me sofër, me konak, me oqak, me mangal, me krejt. Elhamdulillah që kemi na kësi njerës apo pronar që e ruajnë traditën. Edhe njëherë i falenderoj gjithë publikisht nga restorant Kulla, që kush do mund të vizitoje drejt për drejt nga restorant Kulla në Tetov këtu. Na së shpeti do bëjmë edhe një konak, një aheng për festat e fundit, të shopin, kena me ju lajmëru, do bëhet ahengi, po inshallah kush ka dëshirë mund të marrë pjesë një safir, edhe do kete artista me folklor, por kismet edhe Basim Tahir Seferi më i mushuar në këtë troje, që është edhe ka konë pak me shëndet i smund, po inshallah do marrë pjesë i tjetë e mirë, do e marrë me grupin ashtu nga Dibra, Iran, këtu në Shkupë, zoti Tahir Seferi e përshëndesim drejt për drejt, ashtu rapsodin e parë të ansamblit apo të konakët. Kemi edhe rapsodin nga Karshiaga, Adem Mustafën, e përshëndesim drejt për drejt, kena ashtu nga Bojana, i Berzendelin, nga Derveni, ashtu kena edhe nga Shati Arnaqi, Shkup Gazibabës, Gjelalin, Gjelal Sinani, në Sharki, po kena ne shumë edhe valltar, e këngëtar, na kena bo shumë ahenge, edhe ashtu edhe ne kemi thonë që kur të vinë festat do të t'i ruajmë traditat. Edhe njëherë falenderoj shumë Bacin Hasan, Agan Hasan për këtë një dy fjallë për ansamblin, inshallah shkon për para, ishin të Bacin Murat Loku në Kosovë, invalidin e luftës para një jave, vizit kalum shumë bukur, po inshallah dhe këtu dhe kalum. Po shpresojmë zoti drejtor i ansamblit që do të kalojmë mirë pa tjetër, por njëkohësisht ju uroj jetë gjatë juve edhe ansamblit tuaj, edhe jemi shumë të nderuar nga ona e juaj që vini na vizitoni, edhe t'i qënë traditat tona përpara, se një popull që nuk ka folklor, ai nuk ekziston. S'ka tradit, S'ka, por edhe një herë ju uroj sukses juve
edhe ansamblit tuaj, faleminderit shumë për vizitën që bani të ne. Faleminderit shumë ka këto fjalë të bukura që na tha Zoti i shtëpisë ashtu Agasan, edhe na e falenderojmë që na ishim misafir këtu, që edhe Darkën na ka shtu hazër, e falenderojmë shumë që Një darkë fukaroj. po, ama falenderojmë shumë nga ana juaj, edhe nga personeli profesional që ka ushtu, edhe njëherë përshëndesim drejt për drejt nga restorant Kulla, gjithë, dhe i dëshirojmë gjithë që të kaloni edhe një vit tjetër, edhe ma mirë 2026 me shumë ahenge, ma shumë me folklor, por mos në harrojmë, shtash i përshëndesim diasporës gurbetçar, drejt për drejt se edhe pa gurbetçar se në marrën frymna, ashtu është gurbetçarët janë fryma e folklorit. Edhe inshallah na vizitojnë atë ditë që do ta lajmërojmë na që do e mbam konakun, do e mbam ahengin me folklor, me folkloristë, inshallah na nderojnë edhe kanë me ardhur mysafir. Dhe njerë falenderit shumë, Zoti ta shtoftë inshallah. Amen, falenderit. Kjo është diçka për të mirën tonë shoqërisë dhe të kombit. Këto tradita duhet vazhdojnë. Amin inshallah. Inshallah shpresoj që mos mbarojnë asnjëherë. Inshallah çdo herë se na ka dhënë amanet fort. Faleminderit shumë. Këmena. Skënderbeu. Skënderbeu, edhe shpata Skënderbeu tu, kjo figurë e rrallë që gjendet por që restorant Kulla, se let edhe si harron figurat tona, luftar ton që kanë luftu për çlirimin e trojeve tona shqiptare. Edhe personelin e falenderojnë shumë drejt për drejt. Lista